Të pakta janë çiftet që edhe pas divorcit nuk e hedhin poshtë njëri tjetrin, por i bëhen krah. Te kjo kategori hyn edhe gazetari Sokol Balla dhe ish partnerja e tij Belinda Balluku. Çifti janë prindër të 2 fëmijëve, një djalë që studion jashtë Shqipërisë dhe një vajze. Në këto momente të vështira që po kalon ish bashkëshortja e tij dhe kur shumë miq i kanë kthyer krahët e po i mbyllin dyert, Sokoli po e mbështet fort, jo vetëm me anë të telefonatave, por edhe me anë të qëndrimeve të tij, publike dhe televizive. Në fund të fundit, ajo është mamaja e fëmijëve të tij. Balla po bën të pamundurën për të qëndruar në krah Belindës dhe jo vetëm kaq, por ai ka çuar Ramës edhe mesazh se nëse sënohet Belinda, pastaj e ka radhën edhe gruaja e tij, Linda. Ndërsa për Spakun, Balla deklaroi se nuk merret dot me burrat, prandaj po merret me gratë. Gjatë një dalje televizive, gazetari u shpreh: "Prokuroria po sulmon gratë se me burrat nuk merret dot. E pezulluan Belindën nga puna dhe ajo qëndroi në shtëpi për disa kohë. Sa po u rikthye në detyrë, Spak ju vu edhe më keq dhe kërkon arrestimin e saj." Çfarë është ky sulm që po ndodh ndaj grave? Më pas, Balla i çon një mesazh të koduar Ramës ku i thotë se pas drejtoreshës së Akshit qëndron gruaja e tij, Linda Rama. Çka do të thotë? Lëre Belindën në dorë të Spak dhe shumë shpejt aty ka vendin edhe gruaja jote, ndaj së cilës kanë filluar hetimet. Ekuilibrat u prishën, miqësitë përfunduan, tashmë për Balla po bëhet kokë më kokë, po më shite do të shes. Nëse dorëzon ish gruan time Belinda Ballukun, së shpejti do ta ketë radhën gruaja jote. Mesazhi i Ballës për Ramën është më se i qartë.